2220 punonësit e postës shqiptare do t'jenë të paktët të punësuar të administratës publike, të cilët në vitin 2015 do të përfitojnë rritje page me rreth 10%. Gjatë analizës së punës për vitin 2014, drejtori i postës shqiptare Majlin Lazimi theksoi se një mundësi e tillë është hapur falë rezultateve pozitive financiare të kompanisë dhe diçka e tillë do ndodh nga prilli i këtij viti. Lajmi i mirë i ditës së sotshme është fakti që ne tashmë kemi marrë vendim si të ri e postës shqiptare, gjë që është konfirmuar dhe nga Këshilli Mbikëqyrës. Në prill të këtij viti besojmë do rrisim pagat mesatarisht 10% për gjithë punonësit e postës shqiptare. Ndërkohë që në vitin 2013 shënonte rezultat negativ financiar, posta e mbylli vitin 2014 me një fitim prej 301 milion lekësh, afërsisht 2.5 milion dollar, me një realizim prej 110% të planit vjetor financiar. Viti 2014 shënon një nga vitet më suksesshme të postës shqiptare për sa i përket anës financiare, nga një shoqëri e cila në vitin 2013 shënoi një humbje financiare, një shoqëri e cila sot, pra sipas statistikave tona, e mbylli vitin 2014 me një fitim rreth 301 milion lekë, thënë ndryshe rreth 2.5 milion dollar. Duke ju referuar rasteve të abuzimit nga disa punonjës të postës gjatë viteve të kaluara, Lazimi theksoi se nuk do tolerojmë asnjë rast abuziv. Në postën shqiptare nuk ka vend për njerëz që abuzojnë.